pozicionin tonë si musliman me ngjarjet që punojnë sot në botë, edhe në Shqipëri. Unë jam një zë i dobët mes kësaj sallamahie paturpsinash dhe padrejtësinash, po tek e funit do bëj gjithë secili detyrën e vet. Më ka kënaq fjala e Imam Aliut radiallahu anhu, i cili jetoi në kohë razirash, në kohë që rradhë e muslimanëve kishe kriminal, kishe hipokrit, kishe të pangopër për pushtet dhe pasuni, kishe të pabes, kishe dhe jehud që ndiznin zjarën e luftarëve mes muslimanëve dhe ndezën, shfrytzuan ignorancën dhe pangopsin dhe padurimin ke njëri apo ke tjetri, dhe nodhen gjithë ato trazira, me gjithate ky njeri i nalt, Allahu ja ndriçoft fytyrën. Tha, unë jam burr, jam njeri që jetoj me ëndra, me shpresa. Nëse diçka nga shpresat e mia realizohet, është për mirësisë Allahut. Dhe nëse nuk realizohet, unë jam i lumtur se kam jetuar me Allahun me shpresë ke imun dhe Zot. Kur mos vdes shpresa jonë ke Allah. Dhe kur mos na shkoj menja me qenë pa besë ose jo, po edhe të paqëndrueshëm këtë fe deri në fund të jetës.